të re, por ajo është dashur të veprojë me një farë forme. Ka interpretime të ndryshme, shembull që thonë nëse presidentja nuk do të dekretonte shpërndarjen e kuvendit, ajo do të ishte shkelje kushtetuese. Nuk e di cili është interpretimi juaj. E kundërta sepse shikoni mbi bazën e doktrinës kushtetuese, edhe mbi bazën e kushtetutave krahasuese, Komisionit Venecias, pra shpërndarja e kuvendit bëhet vetëm në raste të qarta të dispozitave kushtetuese. Pra kur ka një farë lloj parashikueshmërie dhe qartësie që si duhet të shpërndahet kuvendi. Pra, momentin që presidentja e ka nxjerrë një dekret e tillë me një preambul e cila nuk përputhet me nenën përkatës, ajo është qartë aze, pra shkelje kushtetuese. Është bazuar në nenën 86 paragrafi 2 të lidhur me nenën 82.1.3. Kështu që këto dyja nuk komunikojnë me njëra tjetrën. Këto dy nene nuk komunikojnë me njëra tjetrën. Sidomos dispozita e nenës 86. Paragrafi 2, ku duhet të zgjidhet presidenti një muaj para këtij aktual, i bie që në këtë rast, nëse dështon me u zgjedh presidenti, nuk asnjë formë nuk dërgohet vendi në kushtetuese. Në shpërndarje të kuvendit. Pra kuvendi nuk guxon më shpërndar mbi bazën atij nene. Në kësaj, ajo është një shkelje e tejkalueshme kushtetuese, e cila nuk çon në shpërndarje të kuvendit. Pra, ju e dini që në këtë rast, nëse ka moszgjedhje mbi bazën atij nene, atëherë i vije që momentin që me 4 prill s'ka don mandati i presidentës aktuale futet në zbatim neni 90 paragrafi 3 i kushtetues, ku thot, pra në formë shkallshmërie, kryetari i kuvendit e merr përgjegjësinë e ushtrisë detyrës. Ushtrisë detyrës. Që bie që kjo strukturë e themelimit dhe ndërtimit dhe qëllimit normës kushtetuese mbi bazën e zgjedhjes presidentit e ka një qëllim. Pra për të eliminu vakumin institucional të krejut të shtetit. Qartë, edhe çështjen kushtetuese